Sot është një ditë e shënuar sepse qytetarët e konfirmuan edhe një herë vullnetin e tyre që mirëqeverisja dhe vazhdimi i punëve të mira të jenë prioritet. Jam i lumtur të theksoj se premtimi i dhënë në vitin 2021 pikërisht në këtë sallë sot është realitet dhe Shtimja është bërë një vend më i zhvilluar, më i mirë për të punuar, një mjedis më cilësor për të arsimuar dhe një ambient më i shëndetshëm për të jetuar. Besimi që na u dha në vitin 2021 u kthye në punë e rezultate konkrete. Përveç se paguam shumë borxhe, ndryshuam mentalitetin qeverisës, e kthyem qeverisjen të qytetari, e rritëm transparencën komunale në 100%, fituam po ashtu edhe çmime vendore e ndërkombëtare për qeverisje lokale të shkëlqyer. Të gjitha punët e mira dhe të mëdha të mandatit të parë me besimin e palëkundur të qytetarëve, po ashtojmë edhe 60 zotime të reja të cilat e plotësojnë vizionin tonë për një Shtime të barabartë, të drejtë dhe të zhvilluar. Ky besim është nder dhe përgjegjësi dhe na obligon të vazhdojmë punët e mira në shërbim të çdo qytetari. Për hir të së vërtetës, Asambleja në mandatin e kaluar ka qenë më shumë penguese dhe bllokuese se sa e fokusuar në interesin e prioritetit të qytetarëve. Uroj që një gjë e tillë të mos përsëritet më kurrë, duke ju ftuar secilin prej jush që të punojmë bashkë për ditë më të mira të pasardhësve tonë, që do të ndihen krenar për gjyshit që luftuan për pavarësi e liri, e për neve që punuam të ambajmë gjallë amanetin e tyre për liri, drejtësi dhe për një të ardhme më të mirë për komunë.